Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një rob mund të thotë një fjalë me të cilën Allahu është i kënaqur, pa i kushtuar rëndësia asaj, por Allahu e ngre me të në shkallë të larta. Dhe një rob mund të thotë një fjalë që sjell zemrimin e Allahut, pa i kushtuar rëndësia asaj, por për shkak të saj bie në xhehenem. Transmeton Buhariu. Për këtë arsye, gjuha ndikon në të gjitha gjymtyrët, ose i shkatron, ose i shpëton. Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur biri i Ademit zgjohet në mëngjes, të gjitha gjymtyrët i nënshtrohen gjuhës dhe i thonë: ki frikë Allahun për ne, sepse ne jemi të lidhura me ty. Nëse ti drejtohesh, edhe ne do të drejtohemi, e nëse ti devijon, edhe ne do të devijojmë. Transmeton Tirmidhiu dhe Albani e ka vlerësuar hasan. Kush dëshiron shpëtim dhe siguri, le ta ruaj gjuhën e tij dhe le ta përdor atë vetëm për mirësi që ja lartëson pozitën. Transmetohet nga Uqbe ibn Amir radhiyallahu anhu se ka thënë: thash, o i dërguari i Allahut, çfarë është shpëtimi? Ai tha: mbaje gjuhën tënde, le të mjaftoj shtëpia jote dhe çaj për gjunahet e tua. Transmetojnë Tirmidhiu, Ahmedi dhe Taberani dhe Albani e ka vlerësuar sahih li ghayrihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit radhiyallahu anhu, pasi përmendi shumë çështjet e Islamit, i tha: a të tregoj për themelin që i mban të gjitha këto? Muadhi radhiyallahu anhu thash, po i dërguari i Allahut. Atëherë ai e kapi gjuhën e tij dhe tha: kuffe alejke hadha, ruaje këtë. I thash: o i dërguari i Allahut, a do t'japim llogari edhe për atë që flasim? Ai tha: të qaftë nana o Muadh, ai hedh njerëzit në zjarr me fytyrat e tyre ose me hundet e tyre, tjetër gjë përveç asaj që korrin me gjuhët e tyre. Transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Ahmedi dhe Albani thotë se është sahih me tubimin e zinxhirëve të transmetimit.